Një 35 vjeçar u shpall në kërkim policor nga specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e Vaut të Dejes. Shtetësi me inicialet JM, banues në Melgush, ka thyer masën e sigurisë së arrestit në shtëpi. Në momentin që efektivët e policisë kanë shkuar për të kryer kontrollin, ai nuk është gjetur në banesë dhe përpasoj është shpallur në kërkim. Në 24 orët e fundit, specialistët e qarkullimit rrugor nisën procedim për një 48 vjeçar pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Një shtetëse banuese në Grut të Re me inicialet VS dhe shtetësi IT, banues në fshatin Lepurosh, u kapën duke drejtuar automjetet pa leje drejtimi. Ndërkohë në Shkodër, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi në orët e para të mëngjesit në aksin rrugor Shirok-Shkodër dyshohet se për shkak të një defekti elektrik ka rënë zjarr në automjetin në lëvizje që drejtoi nga një 36 vjeçar banues në Hotëri, përpasoj mjeti është djegur pjesërisht. Ndërkohë në lagjen Skënderbeg, gjatë ditës së martë, në banesat sociale është regjistruar një ngjarje e rëndë ku një fëmijë 2 vjeçar dyshohet se aksidentalisht ka rënë në një enë me ujë të nxehtë dhe përpasoj ka pësuar djegje të rënda. Pasi mori ndihmën mjekësore të parë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, vajza e mitur është dërguar për ndihmë të specializuar në qendrën spitalore universitare. Një 49 vjeçar banues në Shkodër ka kallëzuar se një 56 vjeçar po kryen punime ndërtimi pa leje në tokën që kallëzuesi pretendon se është e tija. Materialet për këtë rast i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.